ADHD-ja mbetet e pa diagnostikuar tek vajzat, në fakt kohët e fundit ky mit ka rënë. Pra mendohet që sepse vajzat nuk kanë kryesisht atë formën me predominim të problematikave vetëm të vëmendjes, pra të deficitit të vëmendjes apo mospasjes së vëmendjes në detyra që kërkojnë vëmendje selektive, dhe ndërkohë nuk e kanë në klinikën e tyre shenjë kryesore apo shenjë dominante hiperaktivitetin dhe impulsivitetin. Dhe duke qenë të tilla, duket sikur ato qëndrojnë ulur aty në bankë dhe thjesht nuk janë aty, thjesht janë të përhumbur, thjesht duket sikur shikojnë ëndra me sy hapur. Dhe një fëmijë i tillë apo një individ i tillë nuk përbën problem për klasën, nuk përbën problem për mësuese, nuk përbën problem për prindin. Dhe duke qenë se nuk arrin të lëvizi apo nuk ka këtë hiperaktivitetin apo impulsivitetin e shtuar dhe nuk pengon grupin në thonjza, sigurisht që janë raste dhe forma që kalojnë pa u vënë re.